edhe mamografia, po për dallim prej CT-s dhe rentgenit, mamografia ka një dozë jashtëzakonisht ulët të eksponimit. Se rrezi X absorbon më shumë të kockat, për arsye se kanë përmbajtje më të madhe të kalciumit. Edhe domethënë deponohen aty më shumë ku ka absorbohet nga trupi më shumë te pjesa e cila ka strukturë kockore. E struktura e gjirit nuk ka int kockore dhe për këtë arsye dozat që përdoren për eksponim janë jashtëzakonisht nuk është e rrezikshme. Nuk është e rrezikshme. Pra sepse doja të pyesja edhe më herë dhe për punën e mamografisë, sepse shumë njerëz mendojnë që nga mamografia mund të shkaktohet dhe kanceri. Në shumë rrjete sociale shpesh është diskutuar, është bërë si informatë që mos bëni mamografi se shkaktohet kanceri i gjirit. Ende nuk ekziston një punim ose një njoftim zyrtar për institucione më të larta që merren me hulumtime shkencore botërore, se nuk domethënë hulumtimet shkencore bëhen në nivele botërore shumë të larta, dhe cilat diskutohet se mamografia është shkaktar i kancerit të gjirit. Mamografia ka periudha të caktuara kur bëhet, nuk bëhet më shpesh se një herë në vit. Bëhet kryesisht atë raste që nuk kanë gjetje patologjike, bëhet një herë në 2 vite. Nuk bëhet mosha të reja, po bëhet mbas moshës 40 vjeçare. Domethënë i ka periudhat e veta të cilat e ekzaminimit në të cilat i nuk prek moshat e reja.